Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro deklaroi sot se nanoteknologjia përfaqëson një fushë shkencore të re dhe premtuese për të ardhmen e Shqipërisë. Kumbaro mori pjesë në Kongresin Ndërkombëtar të Nanoteknologjisë që zhvilloi punimet sot në Tiranë me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, antarëve të Akademisë së Shkencave, si dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Ministria Kumbaro theksoi angazhimin e fakulteteve të shkencave eksakte dhe inteligjencës artificiale për ngritjen e mëtejshme të nivelit të kërkimit dhe zhvillimit në fushën e nanoteknologjisë në vend. Ajo vlerësoi veçanërisht rolin e Akademisë së Shkencave, e cila përmes projekteve Nano Alb dhe Nano Ballkan ka krijuar një bazë të fortë për zhvillimin e nanoshkencës në Shqipëri. Jam e vetëdijshme që në këtë kopësht të madh të dijes, Shqipëria duhet të gjejë pemën e duhur ku kjo shkencë lullzoj për krah inteligjencës artificiale dhe degëve të tjera të shkencave që në fakt po skalisin shekullin e 21. Megjithatë, këtu nuk do të futem as pak në fushën e përgjegjësisë të diellës. Ama unë besoj që këtë pemë jam e bindur do ta gjejmë bashk, duke bashkëtuar në politikë bërje, në botën akademike, në tregun dhe industrinë, siç e kemi thënë shpesh, por tani ka ardhur vërtet momenti që ta realizojmë. Dhe në këtë përpjekje për të krijuar këtë energji, më lejoni të them që në radh parë dua të shpreh mirënjohjen e thellë Akademisë së Shkencave që mirëpriti në kopshtin e vet filizat e kësaj iniciative, Nano Alb dhe Nano Ballkan, për të krijuar një qendër nanoteknologjie në Shqipëri, por mendoj se tani është koha që ta ngrejmë në nivel edhe tjetër, duke përfshirë kontributin e universiteteve shqiptare, universiteteve të rajonit me fakultetet apo departamentet e shkencave eksakte dhe të inteligjencës artificiale. Është shumë e rëndësishme të përfshihen studiusit e rinj, siç e tha me drejt profesoresha nga Akademia e Shkencave, në nivelet e ciklit 2, të tretë, por edhe në atë të nivelit postdoktoral të kërkimit shkencor. Ky kongres shënon një hap të rëndësishëm në drejtim të zhvillimit të inovacionit dhe kërkimit shkencor në Shqipëri, me fokus në teknologjitë e së ardhmes si nanoteknologjia dhe inteligjenca artificiale.